Zotit Mithat Frashëri. Na mungojnë dhe na duhen 2 histori kombëtare, 2 gjeografi të Shqipërisë, 2 harta të Shqipërisë nga më të rejat dhe 2 histori të Skënderbeut në vjeshtërim prej Naim Frashërit. Kjo nuk është thjesht një kërkesë e vitit 1937. Është misioni i Vjosës, lidhje së krahinës së Përmetit në Amerikë që synon të hap atje në Shtetet e Bashkuara shkollat shqipe dhe kështu të mbaj gjallë gjuhën, historinë dhe identitetin kombëtar. Zotit Mithat Frashëri, kryetari të nderit të lidhjes së krahinës së Përmetit Vjosa. I shkëlqyer bashkë krahinas. Morëm letrën tuaj të çmuar me datë 17, për të cilën thirrmë mbledhje të Komisionit Qendror të Vjosës, ku u këndua dhe u gjend letra e duhur. Populli i krahinës së Përmetit përmirëson shumë më mirë konditat e ruajtjes nga pikpamja e diturisë dhe ekonomisë dhe u vendos të veprojmë sipas këshillave tuaja. Dërguam shkresat e duhura Shkollës Shqiptaro-Amerikane të Kavajës dhe Ministrisë së Arsimit, kopjet e të cilave po ju a bashkëmbyllim me letrën. Shpresën për realizimin e çështjeve në letër e kemi në kujdesjen dhe ndërhyrjen tuaj, për të cilën do t'ju jemi kryesisht mirënjohës. Vjosa ka në programin e saj të kujdeset dhe përkrah me sa të mundet për hapjen e shkollave shqip në Amerikë. I është adresuar Ministrisë së Arsimit prej kohe për libra edhe abetare, të cilat na u dërguan. Edhe me çeljen e shkollave do të fillojmë për herën e parë në Lynn, Massachusetts, dhe më vonë kudo gjetkë që të dëshirojnë. Na mungojnë dhe na duhen 2 histori kombëtare, 2 gjeografi të Shqipërisë, 2 harta të Shqipërisë nga më të rejat dhe 2 histori të Skënderbeut në vjeshtërim prej Naim Frashërit, të cilat ndodhen në librarinë tuaj. Na i dërgoni, shënoni dhe vleftën e tyre që t'u dërgojmë të hollat. Për çdo aktivitet tonin që pandehti të nevojshëm, na lajmëroni menjëherë. Me falenderime, bashkëpunëtorët tuaj të sinqert, lidhja e krahinës Përmetit Vjosa me qendër në Lynn, Massachusetts.